Selamu alaikum, përshëndetje të nderuar kudo që jeni. Ndoshta në videot e mia ndonjëherë ndëgjohet kështu një cicërim, zogjët në mal këndojnë, ata festojnë, ata komunikojnë me njëri tjetrin, e unë gjendem në mal, në mes të malit, sepse dëshiroj që videot e mia t'i bëj në natyrë, ati ku gjithçka është në harmoni, ashtu si e ka dashur Zoti i Madhnueshëm, dhe ndjehem mirë, është një kohë e mirë, e mrekullueshme sot, moti është shumë i mirë, dhe do të dëshiroja të ndaja me ju një video sa i përket temës së, ta them ashtu, hipokrite, e cila paraqitet në mesin e disa njerëzve, të cilët ka mundësi të jenë edhe të njohur për publikun, për opinionin, të jenë njerëz prominent, qofshin artist, këngëtar, politikan, shkencëtar, klerik, fetar, e çka ta di une, por sot dëshiroj ta preki një temë e cila më bën të ndjehem keq, më bën të më dhemb shpirti kur shikoj njerëz të cilët harojnë se deri dje në internet i kanë incizuar personin vetanak, e kanë incizuar njeriu, e kanë postuar në video e intervista, kanë shkuar me dëshirë kur kanë qenë të thirrur, kur kanë qenë të ftuar që të japin intervista në për studio, në për portale televizive, në për media sociale, e kështu me radhë, dhe çka ndodh? Në një moment të caktuar ndahen këta, divorcohen, dhe me dëshirë të flakt, bile edhe me pompozitet, duke aluduar gjithnjë që të përfitojnë nga të qenurit në vëmendje, në qendër të vëmendjes, por me një pretendim tjetër që të përfitojnë materialisht, se sa më shumë njerëz që ta klikojnë intervistën e tyre, ta shohin intervistën e tyre, paraqitjen e tyre, postimet e tyre, aq më shumë lek, aq më shumë para. Çka? Deri dhe atje tek xhirollogaria që e kanë në YouTube, në TikTok e kështu me radhë. Dhe kështu ndodh që këta partner, këta bashkëshort të divorcohen, të ndahen, dhe këtë e bëjnë publik, pra opinioni publik. I gjithë populli tani e din, e di se ata janë të ndarë. Mirë po, ka raste që kanë, të njëjtit kanë edhe fëmijë, dikush ka një, dikush më shumë. E viktime e parë, që është viktim e këtij divorci, e kësaj ndarje, e kësaj përçamje mes prindve apo mes dy bashkëshortëve e partnerëve, kush janë? Janë fëmijët. Ata nuk e dinë pastaj me cilin prind të shkojnë, cilin më tepër ta duan, e me të cilin të jenë më së tepërmi bashkë. Mirë po, në një moment Zoti i ka caktuar punët e tij dhe ai ka planet e tij. Pra Allahu thot në Kur'anin famëlart fisnik, na thot neve si vijon, ose me sa vijon. Ju bëni plane, por edhe unë bëj plane, thot Allahu i Madhnueshëm. Dhe në një moment të caktuar, më falni, njëri nga bashkëshortët aksidentalisht vdes. Por këta të dy, para se të vdes njëri nga partnerët, ishin në divorc, apo ishin në luftën, në përplasjen që të ndahen me njëri tjetrin. Tani çka ndodh? Kur ky vdes, atëherë del tjetri apo tjetra dhe fillon të vajtojë me lot krokodili se shumë e ka dashur, se nuk mund të haroj, se netët i ka pa gjumë, e çka t'i bëj fëmijës vogël që gjithnjë i kujtohet babai ose ama, dhe në ato çastet mortore, postmortore, në përvjetoret e vdekjes, para opinionit çka bëhet? Dilet me lloj-lloj paraqitjesh, sikurse opinioni tani të ndryshoj mendje, edhe pse të gjitha videot i ka në dispozicion, edhe të gjitha intervistat, edhe të gjitha faktet, e argumentet që flasin të kundërtën, mirë po çka ndodh? Partneri apo partnerja që ka mbet gjallë, del para opinionit
dhe tani paraqitet sikur jeta e tyre të kishte qenë parajs, të kishte qenë kopsht xheneti, se ata kur nuk kanë pas përplasje, se janë dashur shumë me njëri tjetrin. E kurse e vërteta është e kundërta, edhe vetë ata i kanë dëshmuar. Intervistat janë aty. Personi ka vdek, por intervistat në për portalet televizive, në për qendrat televizive, në për rrjetet sociale, janë akoma të gjalla, janë aty. Unë pyes, si nuk kanë turp këta njerëz? Turp pikës pari nga vetvetja. Si nuk turprohen kur të dalin para pasqyrës dhe ta di mirë, ti kujtohet se para se ti vdes partneri apo partnerja, bashkëshorti apo bashkëshortja, kanë qenë në fesat 24 orë në ditë. Janë përplasur me njëri tjetrin, janë kacafitur kush ta merr fëmijën, kush ta ketë në mbikëqyrje fëmijën, si ta ndajnë trashëgimin, pasurinë, kujt çka t'i mbetet. Dhe tani, pa pritmas, del ajo apo ai dhe çka qajnë sikur ata lotët e krokodillit, nuk ju ndalen. Publiku i shikon, disa shprehin dhimbje, piklime, ku ta di, edhe pse edhe ata e dinë shumë mirë se nuk ka qenë ashtu. Se ata para se të vdes partneri apo partnerja, kanë qenë në luftë me njëri tjetrin, nuk kanë jetuar bashkë, kanë qenë të ndarë. Dhe tani pa pritmas, ati apo asaj që vdiq i thuren lavde, e i bëhen përvjetore, e thiren, e grishen, e festohen, e pin, e han në emën të ati apo të asaj, si kur gjetë mos kishtë ndodhur asgjë. Çfarë hipokrizie, çfarë zhveshje e lakuritësie nga digniteti e morali, e nga karakteri e sjellja e mirë. Wallahi, në çka shkon ky trend? A thua vallë, njerëzit janë shndruar në objekte materialiste dhe as pak nuk e çajnë kokën, vetëm që të vinë deri tek leku, deri tek paraja, deri tek dinari, deri tek euro, deri tek franga, deri tek dollari, le të kushtoje çka të doje. Çfarë do lloj kostoje, le të merr, le të ketë. Unë do e bëj punën time që të fitoj klikime, të më shikojnë, të kem shikime e të derdhen paraqe. Pa marrë parasysh, nuk qaj kokën, se unë deri gje, deri para se të më vdiste bashkëshorti, bashkëshortja, partnerja apo partnerja, unë dilja dhe jepja intervista dhe thoja të kundërtën, bile tregoja në të vërtet. Me një të vërtet të plot, e thoja personalisht, jo mërë, ne jemi të ndarë, nuk jetojmë bashkë, tani e ca kohë. Por shkaku i fëmijës ndonjëherë jemi bashkë me njëri tjetrin, sepse duhet të shkojmë tek mjeku, të shkojmë te mësusja, të shkojmë te mësusi, e kështu me radhë, por pa pritmas, o të nderuar, çka ndodh? Mbasi që vdes, fillon bashkimi, intereson kjo punë. Pas vdekjes bashkohen këta. Kurse derisa ishin gjallë, çka bënin? Divorcoheshin, ishin të ndarë, nuk i bashkonte asgjë më. Kishin botë të ndryshme. Ashtu thonë ata. Jetojmë në botë, në mendime, në perceptime të ndryshme dhe nuk mund të pajtohemi me njëri tjetrin, andaj kemi zgjedhur rrugën e divorcit. Më mirë kjo se sa të kemi fesat të rjetës. Tani çka ndodh, pa pritmas, pasi që vdes ai apo ajo, del po i njëjti person dhe thot të kundërtën. Kemi qenë shumë mirë, kemi jetuar si në kopë xhenetit, kemi pas harmoni, muhabet, e kemi qenë shumë mirë. Çka? Kurse në anën tjetër i gjithë opinioni publik i ka more të freskta, intervistat e juaja, videot e juaja, paraqitjet e juaja, kujt po i hudhni pluhur syve? O, sa e turpshme është kjo. Bile, mund të thuhet edhe sa e dhimbshme është. Po të çohet personi, ta bëj Zoti. Edhe personi që ka vdek të çohet nga vari, edhe të dali në publik. Ore, ku do të shkoni ti ju? Çfarë fytyre keni, bre? Pra, të vdesësh e pastaj të bashkohesh, i thonë kësaj. Kurse derisa je gjallë, çka? Të përçahesh, të ndahesh, të divorcohesh.
shkojnë këta të dyja bashkë. Jo, asesi. Kjo është gjithçka tjetër. Kjo është gjithçka tjetër, por nuk është dinjitet. Dhe nuk është e dinjitetshme as pak. Është e kundërta e dinjitetit e ajo është hipokrizia të nderuar. Zoti na ruaj. Ati i qofshim fal, na ruaj nga hipokritët dhe nga hipokritet, sepse e kanë kapluar botën.